ofendimin që në fakt ka ndodhur mes Mirit edhe Ilirit. Tani, unë e ndoqa deklaratën e Ilirit, do me thënë Iliri ka qenë në post Big Brother, do me thënë është xhiruar pjesa e dytë e post Big Brotherit, e cila do të transmetohet të shtunën, që në kupton që nuk është live, dhe normalisht ka patur një diskutim të hapur mbi lojën e cila ka ndodhur brenda, por edhe mbi ngjarjet e cilat kanë ndodhur jashtë. Do me thënë, unë e kam thënë që ky Big Brother ka qenë nga Big Brotherat më të vështirë, sidomos nga familjarët të cilët kanë qenë më prezent në këtë pjesën dhe kanë qenë më të përfshirë, por nuk diskutohet edhe nga banorët, sepse banorët e kanë sjellë situatën me ngjarjet e tyre, me dinamikat e tyre, me lojrat e tyre që të arrijnë deri në këtë ditë. Do të zhduk një deklaratë e fortë e thënë nga ana e Mirit kundër drejt Ilir Vrenozit. Tani